Pas një teme të rënd të cilën diskutuam pra dhunimin në fjerë të vajzë 12 vjeçare nga prindi i saj, do të kthehemi e do të flasim për një temë krejt tjetër. Një studim i ri i zhvilluar nga Media Lab në Met ka ngjallur shqetësim duke paralajmëruar për ndikimin e thellë që ChatGPT mund të ketë në trurin e njeriut, madje ka sugjeruar se mund ta shkatërrojë atë pa e kuptuar. Si ndikon konkretisht kjo gjë tek ne dhe si mund ta përdorë në mënyrë të shëndetshme e çfarë duhet të dim për ta mbrojtur veten? Këto gjëra do të diskutojmë me Ermand Mërtenika. Përshëndetje zotri Mërtenika, është në asit ju kemi në Kosova Today. Përshëndetje dhe kënaqësi e mjaft e madhe që të jem pranë jush në Kosova Today. Është domethënë shumë fantastike që trajtojmë tematika kaq të bukura, domethënë shumë interesante që unë kam përmendur edhe për inxhinierët, edhe për profesionistët e teknologjisë, hera herës to zhvillohen edhe na çudisin dhe neve domethënë. Ta largosh ChatGPT nga dora ime është sikur ta largosh akullorën nga dora një fëmijë që po e shijon shumë. Pse kjo qasje ndaj ChatGPT-s? Cilat janë dëmet që na e shkakton? Faktikisht ne kemi prekur shumë bukur këtë gjë. Unë jam e kemi përmendur fans shumë i madh i Elon Muskut edhe fans i madh i Mira Muratit. Domethënë shqiptarja e parë i cila aktualisht pjesë e një projekti galopant, 10 miliardësh. Një projekt fantastik realisht që ndikuan në krijimin e kësaj platforme informatike online që më duket faktikisht më fantastiket. Domethënë, sepse di çfarë ndodh me këtë ChatGPT-n, ne kemi përmendur pak a shumë edhe për mua, domethënë ChatGPT është kthyer si shoku im digjital. Domethënë shoku im më i ngushtë, kolegu im më i ngushtë digjital, psikologu digjital, doktori digjital, mjeku digjital, që do të thotë pikërisht për çdo informacion të paqartë që ne kemi, mjafton shkruajmë një pyetje shumë të qartë në ChatGPT dhe ChatGPT-ja ta jep një përgjigje mjaft. Dhe pse kjo shihet si shkatërrim? Një përgjigje të plot. Po, një përgjigje të plot, domethënë për atë pyetje që ke. Dhe qartasi, po çfarë është ChatGPT-ja në koncept? ChatGPT-ja funksionon me atë një logjike informatike, logjika domethënë inteligjencë artificiale është një logjik automatike që ka të bëjë me marrjen e informacioneve në të gjithë serverat e ndryshëm, siç janë në Google, siç janë në YouTube, në LinkedIn, në TikTok, në Instagram, në Viber, në WhatsApp etj. Çfarë kemi ne publike dhe më pas të organizon një përgjigje mjaft fantastike dhe të logjikshme. Unë mendoj faktikisht se e kam vënë re pikërisht pra që kanë dalur situata të tilla lidhje me ChatGPT-n. ChatGPT-ja është ndryshe një platformë që ne nuk duhet ta keq përdorim. Në sensin për shembull, në sektorin shëndetësor, ne ose pacientë të ndryshëm kur kanë problematika shëndetësore, nuk duhet të zvarrisin diagnozat me anë të platformave online, me anë të Google-it, me anë të ChatGPT-s, pra që të gjesh një diagnozë online në internet. Është kategorikisht e ndaluar, sepse, për shembull, nëse ne kemi një dhimbje koke, apo tregoj një aspekt të ChatGPT-s. Nëse kemi një dhimbje koke, për shembull, dhe këtë e shkruaj në ChatGPT, ChatGPT-ja ty të jep një informacion që gjatë si një roman që është i saktë, por që ky pacient mos ketë të gjitha këto problematikat. Mund të ketë o njërin, o tjetrën, ose një variant etj. Për shembull një dhimbje koke, ChatGPT-ja do ta shpjegon që mund të jetë shkaktuar ose nga një patologji, ose nga një ftohje, ose pikërisht pra dejtrimi, mund të kesh një prezencë të një mase tumorale. Pra, detyra jonë është që ne mos i zvarrisim diagnozat, nëse këto diagnoza për shembull janë kronike dhe të drejtohen në mjekun real. Pra, kjo është një sajt pozitiv dhe një sajt negativ njëkohësisht. Por kjo nuk e shkatërron trurin, zotri Mërtenika. Për shembull, është shumë e vërtetë ajo që po thoni dhe vajtona plotësisht, por nuk është shkatërrimi i trurit në qoftë se ju kërkoni informacion në ChatGPT. Dhe pikërisht dua të di se cila pjesë e ChatGPT-s na e shkatërron trurin në qoftë se ndodh. Tani, unë mendoj që ChatGPT-ja 90% të vlerës që ka është shumë beneficiare. Që do të thotë që nuk ka absolutisht asnjë shans që të shkatërrojë trurin, domethënë një platformë që është kaq beneficiare që të ndihmon. Por, për shembull, në arsim, nëse në një provim të caktuar apo një test çfarë mund të jetë, mund përdorim ChatGPT-n, kjo do të thotë pikërisht që ti pa abuzon me platformën, që do të thotë do t'i gjesh informacionet e gatshme për të bërë një test
po imagjino si kur 1000 student ose 100 student të përdorin ChatGPT-n, teksti do jetë i njëjtë për të gjithë ata. Edhe kjo është një lloj keq përdorimi, domethënë. Dhe pikërisht dua të ndalim këtu, sa mendoni se po arrin të mbrojnë studentët e tyre universitetet e fuqishme në përdorimin e ChatGPT-s? Unë e mendoj këtë, që ChatGPT-ja është si një asistent ose një profesor digital shumë i mirë. Është asistent pedagog digital shumë i mirë, sepse për një problematik caktuar në arsim, ti mund të shkruash dhe mund të marrësh një përgjigje shumë të saktë. Por normalisht në auditor nuk lejohen telefonat e tjera. Kjo është një gjë që është protokolli i universiteteve. Po. Unë mendoj, unë suportoj më së miri ChatGPT-n, domethënë, edhe më duket fiks si ajo, se po e them edhe pak për trajt batute, më duket sikur se ne themi unë Ermandi dhe nesër mund të kemi një Ermand AI, pra një humanoid AI. Dhe kështu është bërë dhe ChatGPT-ja, është bërë pikërisht pra ai asistenti jon kryesor, shoku ynë, kolegu ynë digital, pedagogu digital, mjeku digital, psikologu digital. Dhe pikërisht, zotëri Mërtenika, këtu, sepse po shkojmë në drejt fund të emision dal nga dal, por nuk dua ta përfundojmë këtë pa e kuptuar një gjë. Në cilat sfera mund ta përdorim pozitivisht ChatGPT-n dhe në cilat sfera të kemi kujdes në përdorimin e saj? Po, shumë e drejt pyetja që ke bërë, domethënë është për të prekur shumë mirë. ChatGPT-ja unë mendoj që ka vlerë për të përdorur në të gjithë sektorët. Domethënë në çdo lloj fushë, sepse ty të jep informacion shumë të saktë. Domethënë si në industri, si në shëndetësi, si në botën e IT-s, si në financë dhe në ekonomi e tjerë, por ne nuk duhet të mbështesim totalisht fokusin ton në sektorin mjekësor tek ChatGPT-ja. Sepse nëse ne përdorim ChatGPT-n për një problematik shëndetësore kronike, atëherë ne zvarrisim diagnozën tonë dhe sa më zvarritur të jetë diagnoza, aq më e vështirë është për t'u evituar. Ja për shembull çfarë ndos. Një pacient ka pasur një masë tumorale në parotis, pra në gjendën e bështymës. Nëse për shembull fjala vjen do googloj apo do shkruaj në ChatGPT vazhdimisht për muaj të tërë, kjo masë tumorale mund të agravohet. Pra, në vend që për një incizion të vogël ta evitoj, nëse do përdori vazhdimisht ChatGPT, kjo masë tumorale do ketë një progres zhvillimi, pra do rritet dhe më pas imagjino çfarë komplikacionesh mjekësore shfaq. Pra në sektorin mjekësor duhet jemi shumë të kujdesshëm për të përdorur platformat online. ChatGPT-rat apo dhe të tjera. Unë si teknologjisi suportoj, domethënë, se unë e kam përmendur, suportoj, jam fan si Elon Muskut kategorikisht për çdo gjë, edhe Mira Murati me anë ChatGPT-s ktheu një flet botërore të teknologjisë, sepse sot përdoret masivisht nga i madh dhe i vogël dhe është shumë praktik. Deri dje ne kemi përdorur Google-in si instrument për të marrë përgjigje, sot me ChatGPT-n të jep informacione fantastike, informacione të bollshme edhe kur ke një pyetje të vështirë që nuk e di saktësisht, ChatGPT-ja të harton në atë logjikën organike, në atë logjikën digjitale, domethënë, edhe duket vërtet domethënë që unë mendoj që teknologjia deri diku po e zëvendëson njerëzimin, se ChatGPT-ja është pjesë e inteligjencës artificiale. Pra, në sektorin nëse e ke vretur edhe në media apo përdoret shumë ChatGPT-ja, realisht pyetje bastarde më nuk kemi shumë, sepse po e përdorin mirë madje mediat. Patjetër, unë kam frikë për diçka, sepse nesër pas nesër nuk ja kam frikën ChatGPT-s, unë ja kam frikën zhvillimit masiv të teknologjisë, sepse nesër pas nesër teknologjia dhe inteligjenca artificiale mund na zëvendësoj, mund të ketë një inxhinier biomjekësor robotik që do na nxjerrë, kot nuk e ka thënë Elon Musku dhe Bill Gates, që njerëzit do fillojnë gradualisht punojnë nga pak. Kto e kam, siç duket, e kuptojnë që pjesën më të madhe të punës po e bën teknologjia, inteligjenca artificiale. Mëse vërtet se në industritë automobilave për shembull, para shumë vitesh kishim prodhim masiv edhe staf të madh punojësish. Jo, kishim prodhim të reduktuar edhe staf të madh punojësish. Sot në këto vite që jetojmë, prodhimi është shumë masiv dhe punojësit janë më të kualifikuarit. Pra po na zëvendëson në mënyrë indirekte. Në sektorin e medias, nesër pas nesër mund të kenë avatar moderator lajmesh, mund të kenë moderator robotik, por prap inteligjencën natyrale nuk e zëvendësojnë, sepse një moderator njerëzor jep lajmin me ndjenja, me emocion, është më atraktiv për
për shikuesit. Le të presim e le të shohim se çfarë prodhon ChatGPT-ja, mbase do të na zaventësoj të gjithë, por unë e shoh shumë pozitivisht. Punët e rënda nuk do të i kryjmë më. Ishim me zotrin Mërtenika, ndërsa këtu, pasi që radhe linja, është një paralajmërim se do të kryet, erdhëm në fund edhe të emisionit. I falenderoj të gjithë juve shikues të Klan Kosovës që keni qëndruar deri tashmë ne. Mos harroni të gjitha materialet tona i gjeni në Facebook, YouTube dhe në Instagram në faqet e Klan Kosovës. Gjithashtu Klan Kosovën e gjeni në pakon numër 1 në vend Art Motion. Kjo ishte